Të nderuar demokrat, bashkëqytetarët e mi Librazhas, sot në fakt është një ditë e shënuar për mua, pasi në 18 dhjetor 2014, me një votim mirëkuptues, dashamirës dhe vlerësues për personin tim, mes 7 kandidaturave, unë u zgjodha të drejtoj degën e Partisë Demokratike Librazhët. Me të thënë drejtën, u lumturova, por më shumë u rritën përgjegjësitë dhe misioni im për të cilën u zgjodha për të drejtuar degën e Partisë Demokratike dhe opozitën e Librazhët. Me të thënë të drejtën, ishte një sipërmarrje e vështirë, sepse ne dolëm mas 2013-s mjaft të rrudhur, të dërmuar, të sakatuar, pasi Partia Demokratike doli në opozit me 1 milion vota kundër. Këto vota kundër reflektonin atë çka kishte ndodhur 2005-2013. Pasi qeveria u fokusua shumë ke investimet dhe me të vërtet bëri nga ato. Qeveria u fokusua shumë ke integrimi i Shqipërisë. U futëm në NATO. Realizua liberalizimi i vizave. U bë kërkesa për në Bashkimin Evropian. Por një pjesë e madhe e zyrtarëve tanë kishin punuar shumë keq. Madje kishin bërë dhe dëmet pa llogaritshme Partisë Demokratike dhe imazhit të pushtetit në tërësi. Kjo bëri që edhe një pjesë e madhe e të djathtëve të votonin kundër dhe të rrëzonin qeverinë për shkak të këtyre individëve. Por kthehemi ke përgjegjësitë, përgjegjësitë dhe misioni im mas marrjes së mandatit. Pa humbur kohë, unë mblodha kryesin, plotësuam sekretariatet, drejtuesit e partisë, dhe vendimi i parë ishte për ristrukturimin e zyrave të Partisë Demokratike, nga jashtë dhe brenda. Pasti u gjetën ashtu si që kishim lënë në 2005. Me të vërtet, isha i motivuar. Madje u involvova fort në çdo detaj për të bërë më të mirën e mundshme. Edhe demokratët që më votuan, me dëshirën e tyre, me vullnetin e tyre, kishin një besim absolut dhe të fortë tek personi im. Por edhe unë u mundova me të gjitha mundësitë dhe njohuritë e mia që të bashkoj faktorët, aktorët, intelektualët, kontributorët dhe jo të jem indiferent ndaj atyre që abuzuan me pushtetin, por dhe të merja kurajon të thoja që duhet të bëni jo sakrificë nga vetja dhe për veten, por një sakrificë për demokratët, të qëndroni pak larg Partisë Demokratike, sepse do t'i bëni nder vetes tuaj dhe kësaj force
që është një aset i çmuar kombëtar. Unë bëra një mbledhje shumë të shpejt me ish kryetarët e Partisë Demokratike, me ish kryetar komunash dhe ish drejtues, me ish këshilltar, për të cilët gëzoj dhe ruaj respekt të jashtëzakonshëm. Shkëmbyem ide dhe mora dhe mbështetjen e tyre për të drejtuar këtë forcë politike me një imazh të ri. Shumë shpejt erdhën zgjedhjet lokale, por si çdo herë, jo vetëm në politikën shqiptare, edhe Partia Demokratike nuk ka bërë përjashtim nga kjo lloj, pasi nuk u mor mendimi i degës Partisë Demokratike, i kryesisë apo i kryetarit, dhe kandidaturat u vendosën nga qendra. Absolutisht për Librazhin edhe për Prensin nuk mund të kishim vërejtje, sepse në fundit ashtu u mendua dhe ne u atashuam dhe i mbështetëm të dy kandidatët, si Librazh dhe Prenjas, pa rezerva. Por dieshe kishte një sër faktorësh që ne humbëm. Për Librazh kemi edhe mjaft faktorë të brendshëm, të cilët vetëm kur kanë parë interesat e tyre janë atashuar dhe kanë votuar për veten e tyre dhe Partinë Demokratike, dhe për çdo zgjedhje tjera ata kanë qenë pjesë përbërëse në rrogos e Partisë Socialiste apo Rilindjes. Unë në fakt, për të qenë koherent me veten, me ju, demokratë që do të dëgjoni, kam insistuar fort në qendër për të treguar vlera të individëve të veçantë, për të treguar se sa e domosdoshme është që çdo individ të marrë meritën që i takon sipas kontributit, intelektualizmit, profesionalizmit të tij. Por kjo nuk është realizuar asnjëherë, sepse përsëri atje kanë funksionuar lobingje të tipit të interesave të tyre, dhe nuk ka funksionuar si një tër për ta bërë këtë forcë politike fituese, pra me një platformë fituese përballë së majtës. Por në përgjithësi betejë të kthyera e madje edhe në luftë janë bërë brenda vetes. Madje në 2016 kryetari Basha mori një hap mjaft të gabuar, pasi shkarkoi 21 kryetar me motivacione të ndryshme. Dhe një ndër ta isha edhe unë. Kuptohet, mbasi i argumentova që motivet për cilat isha shkarkuar, ai më kthej në votësim dhe delegatët më votuan përsëri vetëm 4 vota kundër, dhe pra ishte mbi 98% vota, por çfarë vlere kishte kur Zoti Basha me shkarkimin e kryetarëve neutralizoi veten e tij. Dua të them, u shkarkua kryetari Durrës, kryetari Vlorës, kryetari Gramshit, kryetari i Krujës, e shumë kryetar të tjerë, kryetari Pogradecit. Por çfarë ndodhi? Ndodhi një fatkeqësi për Partinë Demokratike. Dhe kjo nuk arriti të rikuperohej as deri në vitin 2021 dhe akoma vazhdon të jetë kjo atrofi brenda Partisë Demokratike. U futëm në çadrën e lirisë, për cilën demokratët e Librazhit unë dua t'i vlerësoj dhe t'i respektoj dhe t'i falenderoj edhe nëpërmjet këtij video mesazhi. Pasi kanë qëndruar konsekuent dhe nuk kanë lënë
ditë apo natë kur kemi qenë të caktuar për të marrë pjesë në këtë çadër. Madje shumë persona shkonin edhe në ditë të tjera kur ne nuk ishim të rënditur për të qenë pjesë. Mbas 90 ditësh ne dolëm nga kjo çadër dhe me një listë deputetësh të nxjerrë në orën 12:30 apo 1 të natës, shkuam në zgjedhje. Pra kuptohet që shkuam jo me besimin përfitore, por thjesht për të përmbushur një detyrim ligjor që opozita duhet të jetë pjesëmarrëse. Absolutisht u mor mbas një viti të parlamentit të ri të 2017-s, u mor një hap mjaft i guximshëm i opozitës, por që tregoi që ishte i dështuar dalja nga parlamenti. Ishte i dështuar sepse në parlament u futën personat e listës vjuese, të cilët jo vetëm që shkelën moralin e tyre, jo vetëm që shkelën besimin e demokratëve, por shkatruan kushtetutën, shkatruan misionin për të cilin funksionon opozita dhe i lanë të gjitha pushtetet një mazhorancë të inkriminuar në dorë. Absolutisht, protestat madhështore vazhdonin, madje ka qenë edhe një protestë e jashtëzakonshme në Librazh në 13 qershor të vitit 2019, ku i devijuam rrugën kryeministrit dhe u arrestuan 36 veta. 7 nga Presi, 2 nga Elbasani dhe 27 nga Librazhi, ku 7 u drejtuan për në drejtorinë e policisë së Elbasanit dhe 3 dolën mas 3 ditësh, 4 vuajtën 21 ditë burg. Njëri prej tyre edhe unë. Por ai burg për kauzën, për misionin, për të cilën e shkuam, ato 21 ditë ishin sa 21 sekonda. Nga ana morale, por nga ana e traumës, nga ana e atyre që na çuan atje, ishte sa 21 vjet. Është mjaft e rëndë të dënosh drejtuesit e opozitës. Është mjaft e rëndë të dënosh protestuesit që e kanë me kushtetut lirin për të protestuar, për të kërkuar drejtat e tyre, për t'i treguar një pushteti gjakatar ndal, se këtu ka hendek, për të treguar qytetarëve të majtë djathtë se vota ka vlerë, se vota duhet jetë e lirë, se i çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeçare duhet të votojë i qetë, pa ndërhyrje, pa blerje, për të përcaktuar pushtetin legjitim. Dhe ky pushtet që buron nga vota e popullit të kthehet me të gjitha atributet dhe mundësitë e veta në një shërbes për qytetarët. Të hartoj plane zhvillimore, të hartoj plane punësimi, të japi hapësirë dhe frym biznesit. Se vetëm kështu do të ndalohej kjo hemoragjie e madhe që i ka ndodhur Librazhit dhe mbarë Shqipërisë. Të ri, të reja, moshat e mesme, por edhe moshat e treta, po largohen nga syt këmbët nga ky vend, i mrekullueshëm, për mos u kthyer më kurrë. Absolutisht, opozita, por edhe e Librazhit u motivua shumë. Madje, nga motivimi u mobilizuan dhe shumë potenciale njerëzore, intelektual, militant, populli vetë, fermer, biznesmen,
të gjitha u atashuan pra nesh për të ndryshuar pushtetin e 25 prillit. Absolutisht një pjesë e madhe e demokratëve dhe e popullit u zhgënjyen përsëri nga Partia Demokratike, sepse drejtues qarqesh, por edhe listat u mbushën me njerëz të cilët nuk kishin luftuar për demokratët, të cilët nuk kishin krijuar hapësira dhe mundësira të reja për këta, për ata që ne na ndiqin pas, por flirtonin me të majtët. Madje ruenin dhe bizneset e tyre. Madje edhe merrnin tendra për tyre. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që ne nuk e prisnim. Ne përsëri mbetëm në opozitë. Por nuk mjaftonte vetëm kjo. Partisë Demokratike i erdhi dhe një lajm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendi më demokratik i botës, ku lideri i saj historik u shpall non grata. Dhe kjo non grat na kushtoi shtret, na kushtoi shumë. Pasi në 9 shtator kryetari i Partisë Demokratike në detyrë mori një akt e pezulloi nga grupi parlamentar. Por mas asaj date dhe deri sot Partia Demokratike e Shqipërisë, por dhe gjithë degët në vend dhe sidomos dega e Librazhit po përjashton vështirësi të jashtëzakonshme. Absolutisht nga viti 91, madje që në 90-ën, edhe deri sot, ka njerëz me kontribute të rëndësishme. Ka njerëz që kanë punuar me mishe me shpirt për Partinë Demokratike, pa para asnjë interes. Ka njerëz që kanë sakrifikuar para, ka njerëz që kanë sakrifikuar kohë. Ka njerëz që shpirtin dhe zemrën e kanë ke Partia Demokratike. Dhe kur e shikojnë sot që lëngon, absolutisht qajnë me sy dhe qajnë me zemër. Sepse kjo forcë politike është drejt shkatrimit. Ato ta lëm të forcë politike të shkojnë rrukullimthi në gjendje të lirë, apo do ta ndalojmë, apo do të lëshojmë secili pak nga vetja, dhe njëherë të rimobilizohemi, dhe njëherë të bëhemi vital, dhe njëherë të bëhemi alternativ për të mposhtur këtë qeveri të krimit, që ka 9 vjet, po i merr erzën çdo shqiptari. Ka 9 vjet që e mashtron. Ka 9 vjet që e gënjen, ka 9 vjet që e vjedh, ka 9 vjet që vetëm ngre grupe oligarkike, ka 9 vjet që ka bashkuar paratë e buxhetit shtetit me paratë e mafjes, dhe këto para drejtohen nga e njëjta dorë, Edvin Rama. Sot, nga goja e disa personave, po dëgjojmë shpifje, po dëgjojmë gjërat më të pamoralshme që mund të nxjerrë goja e njeriu. Po ulin figura, po linçojnë figura. Ku na çon kjo rrugë? Asgjë kundër. Absolutisht ne duhet të shtrëngohemi. Ne duhet mobilizohemi, të gjithë kundër qeverisë e Edi Ramës, dhe jo të linçojmë njëri tjetrin. Absolutisht, këto 8 vjet, brenda Partisë Demokratike ka qenë një grup i strukturuar,
komanduar nga e majta, por i palarguar asnjëherë. Që kanë baltos individët. Por sot, kjo ka dalë në skenë dhe është kuptuar edhe nga qendra. Se deri dje, kjo mbizotronte në bazë dhe qendra flinte mbi dafina. Madje na akuzonin edhe neve që me të vërtet punonin me ndershmëri, duke në denoncuar çdo ditë të gjithë korrupsionin e smajtës, duke denoncuar largimin e qindra vetave nga puna, duke denoncuar arrestimin e atyre që s'kishin paguar energjinë elektrike, duke denoncuar për mos funksionimin e spitaleve, për mos funksionimin e shkolla, për mos funksionimin e qendrave shëndetësore, duke denoncuar për investimet që bëhen dhe nuk hidhet i paraja e prokuruar në destinacion, por shkon në xhepat e atyre që e prokurojnë, e atyre që marrin dorëzim dhe e firmave zbatuese. Absolutisht, degët kanë bërë detyrën e tyre, por nuk janë dëgjuar. Ne dolëm si të pashpresë nga reforma territoriale 2014-s, edhe për një pjesë fajin tonë. Ne nuk ditëm ta menaxhojmë forcën brenda vetes. Në 2015-ën, 2016-ën, 2017-ën, 2019-ën, 2021-ën. Po ku është kusuri demokratëve? Çfarë problemi kanë ta demokratë? Që duhet vuajnë, që duhet sakrifikojnë. Dhe sot duhet të liçojnë njëri tjetrin. Ti je me Berishën apo je me Bashën? Unë nuk bëj thirrje. Ne nuk jemi as me Berishën as me Bashën, po jemi me Partinë Demokratike. Ne jemi me djersën tonë, jemi me kontributin tonë. Ne jemi me vlerat qytetare. Ne jemi me ata njerëz që e duan Partinë Demokratike, e duan vendin. Absolutisht duhet të dalim përballë Ramës dhe duhet t'i themi, premtoj 300.000 vende pune ku janë. Premtoj subvencione ku janë, premtoj rritje rrogësh ku janë, premtoj rritje pensionesh ku janë. Premtoj rritje të ndihmës ekonomike ku është. Premtoj bërjen e rrugëve ku janë. Sa qeveria Berisha ka lënë në rrugëve. Absolutisht këta dhe ato që bëm ne janë shkatruar tërësisht. Janë vjedhur zgjedhjen 2017-ën, janë vjedhur zgjedhjen 2021-ën. Është lënë administratave 95.000 veta, edhe sot është me 180.000 veta. Janë taksat e shqiptarëve këto. Absolutisht duhet bërë një master plan ku të shikohet fizibiliteti, me imësi, për gjithë shka, mundemi, dhe të ndalojmë migracionin, emigracionin, t'i kthejmë të gjithë ata, të rije të reja që kanë ikur, të vinë këtu, të investojmë, t'u jepet shansi për të punuar të barabartë dhe për të fituar si mas kapaciteteve dhe mundësive të tyre. Ky është kapitalizmi, nuk është kapitalizmi që pushteti dikton gjithçka. Pushteti është rregullator dhe po nuk konceptuam këto, ne s'kemi bërë asgjë. Edhe Partia Demokratike duhet ta shikojë mirë hartën territoriale, duhet ta shikojë mirë reformën zgjedhore. Por duhet t'i kthehet edhe vetvetes. Sepse duhet u kthyer vetvetes, atëherë ka për të bërë atë që duhet. Ka për të bërë atë që sot i mungon, jo vetëm opozitarizmit, por i mungon popullit shqiptar. Demokratët e Liberatit, Forumi Rinor, Lidhja Demokratike e Duas, janë në koherencë të plotë. Absolutisht, unë kam pas mbështetjen e tyre dhe u kam dhënë mbështetjen time të pakushtëzuar. Absolutisht, kam pasur një mbarvajtje të shkëlqyer me kryesinë e Degës. Me nënkryetaren, me sekretarin, me sekretariatet, me kryetarët e grupë seksioneve, me Lidhjen Demokratike të Gruas,
me forumin rinor, jam munduar që partia të hapet në çdo mundësi të mundshme të saj. Por kur s'kam qenë dakord që në Partinë Demokratike të kthehen apo të linçojnë ata që kanë futur duart në xhepat e qytetarëve. Ata duhet të drejtohen drejtësisë ose më e pakta të rrinë në familjet e tyre. Unë edhe sot, në datën 18 qershor 2022, i bëj thirrje çdo intelektualit ndershëm, çdo të riu e të reja, çdo kontributori dhe faktori, çdo zonjushe dhe zonje, çdo individit pa parti, por dhe atyre të majtëve që janë të ndershëm, që kanë pas pritshmëri të mëdha nga Rilia dhe ato nuk janë realizuar, të bëhemi si një front i vetëm dhe t'i dalim përballë së keqes. Kjo është kauza jonë. Ky është misioni jonë. Këto do jenë vlerat tona, sepse në qoftë se ne nuk them kokën pas, që të shikojnë ku kanë pas gabimet para tanë, ku kemi pas gabimet ne, dhe jo ta kthem kokën pas me sensin për të prerë koka njerëzish, por për të kuptuar këto gabime, për t'i korrigjuar ato dhe për të shtruar rrugën e së ardhmes. Se vetëm kështu ne do arrim ta pengojmë mafjan që ka zaptuar vendin, ta pengojmë mafjan që të grabis më pronat, taksat dhe çdo të ardhur që shkon në shërbim të komunitetit. Prandaj, edhe një herë të dashur vëllezër, të dashura motra, të dashur bashkëqytetarë që e doni lirinë dhe demokracinë, hajdeni ta shpëtojmë të aset të çmuar Partinë Demokratike. Nga bataku ku është fut, po nga shumë eksponent, po të kësaj partije, që vetëm kanë përfituar nga kjo parti politike dhe si kanë dhënë asgjë. Ishin po ata që se lejuan 8 vjet zotin Basha të bënte atë që duhet bënte për këtë forcë politike dhe për popullin. Janë rrethuar dhe janë ngjitur zoti Berisha, po të njëjtit persona. Po çfarë do besoj populli te këta? Çfarë do i themi popullit? Do i themi popullit se nuk janë këta që ishin te zoti Basha dhe shkuan te zoti Berisha, apo nuk janë këta që janë te zoti Berisha dhe s'ishin te zoti Basha? Pra, kjo është lojë kungulleshkash. Dhe kështu Edi Rama hedh valle si mit kur macja është e plagosur apo së shfare. Prandaj, çdo kush nga ne që i dhimbset sado pak, çdo kush nga ne që ka dhënë kontribute maksimale, ti thot vetes ndal kësaj rruge dhe të kthehet në rrugën e hajrit dhe të përballemi me atë që sot e ka katranosur Shqipërinë, që sot e ka bërë Shqipërinë nga një vend i bukur në një vend të nxirr, në një vend që po sfidohet çdo ditë nga mafja e veshur me pushtet. Në një vend ku nuk ka drejtësi, në një vend ku taksat, tatimorët, doganierët sillen sikur t'i kenë zyrat e tyre. Ky është i babës, ky është i nënës, ky është i njerëkës, ky është i njerëku. Dhe kështu që ligji, në qoftë se është i barabartë për gjithë, nuk është për
Askëm, thjesht I shërben atyre.